Partia Demokratike do të nisë protestat për zgjedhjet lira të ndershme pas publikimit të raportit përfundimtar të Odirit për 11 majin. Në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, Berisha deklaroi se bashkuesit ndërkombëtar bën pjesën e tyre, e tani i takon opozitës e qytetarëve të ngrihen kundër qeverisë. Opozita shqiptare duhet ngrihet në protestat më të fuqishme që ka njohur ndonjëherë historia e vendit nga vitet 90, me qëllimin solem dhe sublim votën e lirë për qytetarët shqiptarë. Berisha vuri ndukje se raporti Odir tregoi se Partia Socialiste dhe Shteti u bën një në fushatë elektorale, duke shndërruar 11 maj në farsë. Ata burra dhe gra kanë patur detyrë të thonë nëse zgjedhjet përputhen me standardet ndërkombëtare apo jo. Ky është detyra e tyre. Dhe ata faktojnë se në një demokraci pluraliste, këto zgjedhje nuk përputhen me standardet ndërkombëtare në parimin më themelor të barazisë. Ata faktojnë se u përdoren të gjitha mjetet për të shtruar një proces elektoral në farsë. Sipas Berishës, Partia Demokratike do të përpiqet që me gjetjet e Odirit të informojë faktorin ndërkombëtar për shkeljet e standardeve zgjedhore në 11 maj.